Radio Maria Kosovë. Një zë i krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Vëllezër dhe motra, dy figura të cilat e përfaqësojnë kishën janë ajo e qenërit nën dhe mësuese. Kisha është mësuese sepse ju edukon bijtë e saj se si duhet ta nderojmë e ta lavdërojmë Zotin me jetën tonë. Siç thot Shëninjasi Loyola, fesën e cilit e kemi këmtuar me 31 korrik, omnes ad majorem Dei gloriam, që gjithçka të jetë në lavdinë më të madhe të Zotit. Prandaj sot jemi këtu që ne t'i japim lavdi Zotit. Dhe kisha që të fillimet e ekzistencës së saj i ka eduku bijtë e saj se një mënyrë për ta nderuar Zotin, për t'i dhënë lavdi Zotit, është duke i nderuar dhe duke marrë mësimin e shembullit të shenjtërve, të atyre të cilët me jetën e vet i kanë gja shenjtit, sepse shenjt është vetëm Zoti. E gjithë ata të cilët ne i quajmë shenjt janë të tillë sepse i kanë gja Krishtit, që është shenjt. Por nuk ka dyshim, vëllezër motra, se në mes gjithë shenjtërve është ajo që kisha e ka quajtur mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Prandaj ne jemi sot të këtu të mbledhur për të ndëruar jo një shenjtëresh, por për të ndëruar mbretëreshën e të gjithë shenjtërve, Virgjërën Mari, në ditën kur kujtojmë se si Zoti e mori Virgjërën Mari në lumturinë e parajsës me trup dhe me shpirt, dhe e kurorëzoi ata si mbretëreshën e engjëjve dhe shenjtërve. Prandaj, përveç lutjeve, qëllimeve që i kemi në zemër, dhe me siguri janë shumëta, ato që duam ne t'ia paraqesim Zotit me ndërmjetësinë e Virgjërës Mari, sot jemi të ftuar që të meditojmë cila është domethënia ose porosia e kësaj feste. Nuk guxojmë, vëllezër motra, që festa që i këmtojmë asnjë prej festave, as më pak kjo që është festa më e madhe e Virgjërës Mari gjatë gjithë vitit, bashkë me Zorin e papërlyer që e këmtojmë me 8 dhjetor. Cila është porosia që Krishti don me na përcjell sot? Çfarë duhet marrim me vete që kur shkojmë të shtëpia të ndryshoj jeta e jonë? Të bëhemi më shumë nxënës të Krishtit. Të bëhemi të krishterë me jetë. Dhe për të kuptuar porosinë, duhet kthehem disa muaj më parë. Kam dëgjuar një profesor biologjist, nuk e di emrin e tij, një amerikan, i cili ishte duke folë për një proces biologjik që është një fjalë pak e rëndë, me etimologji greke, që quhet mikrokimerizëm feto-maternal. S'ka nevojë me majtë nërmend, nëse dikush e ka regjistruar e kërkon mund ta gjej. Çka është ky proces biologjik? Jo vonë, studiuesit e kësaj fushë, që nuk jam unë, po njerëz të cilët ja kanë kushtuar jetën e vet për të studiuar fenomenet
e krijesës së Zotit dhe ato mrekulli që ndodhin e që ne shpeshherë nuk e dim se jemi pjesë e tyre, është një proces biologjik që ndodh në kreharorin e një nane 7 zënë. Gjatë kohës që nana është 7 zënë, nga fetusi, nga trupi bebës së vogël që është duke u rrit, shkëmbehen disa qeliza të cilat nana ja dhuron fëmijës, por që dhe fëmija ja dhuron nanës, dhe nana i bartë në qelizat e trupit të saj dhe në ADN-n e saj për shumë vite e disa prej tyre edhe krejt jetën. Një pjesë e nanës bëhet fëmijë dhe një pjesë e fëmijës bëhet pjesë e trupit të nanës. Pse jam duke përmend këtë gjë? Sepse kjo më ka ndihmuar të kuptoj dhe ta du më shumë edhe festën e Zorës pa përhyrë, por as më shumë festën e ngritjes së Zorës në qiell. Sepse ne nga njerë duhet ta pyesim veten, pse gjithë kjo rëndësi që ne ja japim kësaj feste? Virgjëra Mari, që momentin e ngjisjes së saj është ruajtur nga shpirti i shenjtë i Zotit e pa mëkat, që asnjë qelizë e trupit të saj mos të jetë e prekur nga mëkati i rrjedhshëm që e trashëgojmë gjithë ne nga mëkati i Adamit e Evës, mëkati origjinal. Në mënyrë që trupin që kishte marrë fjala e Zotit në barkun e saj, dhe i cili trup nuk ishte gjene të një babe, por i kishte krejtësisht Maris, trupi i Jezusit dhe asnjë qelizë e Jezusit mos ishte e prekur për mëkatit origjinal. Prandaj, domosdoshmërisht, Virgjëra Mari ishte zënë pa mëkat, se s'mund ta prekte mëkati trupin e birit të hyjit. Ndërkohë që 1950 Papa Pio XII e shpall Virgjërën Mari të ngritur në qiell me trup dhe me shpirt. Dogma e cila vërtet është shpallur me 1950-ën, falni 1850-ën, por në vërtet kjo traditë e ndërimit të Zojës bekume të ngjitur me trup dhe me shpirt në qiell ka qenë e pranishme në përshpirtinë e popullit që në fillimin e kishës. Dhe kemi e gjajmë pasaj të shkruar dhe të mbrojtur me 2 terme tjera që quhen Dormitio Marie ose Transitio Marie, të tjeturit e Virgjës Mari ose kalimi Virgjës Mari në shekullin e 4 dhe 5 në shkrimet e etërve të shenjtë të kishës së lindjes. Që në fillim të kishës, etrit e shenjtë e kanë kuptuar ata që 1950 Papa e ka shpall me një dogmë që do thot e vërtet themelore e fesë krishterë dhe që ne si krishterë jemi të obliguar ta pranojmë e ta besojmë si tillë. Çka thot kjo dogmë ose kjo vërtet? Krishti, e ndëgjuam në leximin e dytë nga letra Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve, që është fyti i parë i ngjalljes, Krishti kur ngjitet në qiell, e merr në qiell, ngjitet me trupin që e kishte marrë nga Maria. Por s'mund ta lë në tokë të kalbet ai trup që barte në qelizat e saj, në gjenet e saj, që barte në ADN-n e saj, qelizat e Krishtit, nënës së tij Virgjës Mari. Prandaj ngritja e Virgjës Mari është një vërtet që na tregon madhështinë e asaj që është shërbëtorja e përvuajtur e Krishtit, dhe që është pasqyra dhe shembulli më i përsosur se si duhet ne të jemi si krishterë. Kjo festë duhet na kujtoj madhështinë e Marisë, por kjo festë duhet na kujtoj edhe një gjë, vëllezër motra, se adheu ynë i vërtet është qielli. Se ne gjithë e kemi këtë jetë vetëm një shtegtim, si që bëm
shtektimin, procesionin për rreth kishës, është një shtektim për të mri tek jeta e vërtet. Aty ku Krishti edhe neve një ditë ka për të na ngjallë, ka për të na dhuruar lumturinë e parajsës, nëse ne jetojmë siç na ka mësuar Virgjëra Mari. Cila është porosia e dytë që dua që sot ta kujtojmë? Virgjëra Mari ka dy porosi për të na dhënë sot. Porosia e parë është se kur ne e quajmë veten krishter, siç e thash në fillim të predikimit, duhet kujtojmë se ti je i krishter, do thotë ti ngjash Krishtit, të jesh si Krishti. E kush më shumë, kush më mirë i ka ngjall Krishtit si Virgjëra Mari? Nuk ka asnjë dyshim se as në aspektin fizik, e as në aspektin shpirtëror dhe jetësor, as në virtyte, as në jetë, askush askur nuk i ka ngjall dikujt më shumë se sa i ka ngjall Jezusi Virgjërës Mari dhe Virgjëra Mari birit të saj. Si dy pika ujë. Për këtë arsye, në kish, morgjit e kanë quajtur në kohën e besjetës veçanërisht, ju kanë thënë të krishterëve, adhjesëm për Mariam, duhet të mrrim të Jezusi përmes Marisë. Sepse Jezusi na ka ardhur, mesin tonë është bërë njeri, ka marrë trup njeriu përmes Marisë. Prandaj cila është ftesa e dytë? Ti ngjajmë vëllezër e motra edhe ne Jezusit siç i ka ngjarë Virgjëra Mari. Nëse duam të jemi të krishterë, të marrim shembullin të modeli më i përsosur i shenjtit i të krishterit, Virgjëra Mari. E cilat janë shembujt? Krejt jeta e saj, por sot duhet t'ju lë nga Ungjilli dy shembuj që shpresoj mos t'i harroni. E ndësuam Ungjillin kur Virgjëra Mari ngrihet dhe shkon në krahinën malore të Judes, në qytet të Judes, që është identifikuar si qyteti El Harim, i cili ku jetonte kushërira e saj Elizabeta. Por harrojmë, ose ndoshta sikujtojmë, se çfarë kemi lexuar në Ungjil para kësaj pjese se dëgjuam. Pikërisht para kësaj pjese se dëgjuam, Zoti e dërgon angjëlin Gabriel, i cili thot Maris, ka marrë sjell një lajm. Ti do të bësh nana e birit të hyjit. Por angjëlli nuk largohet prej pranisë së Virgjërës Mari, derisa Virgjëra Mari nuk e jep përgjigjen e saj. Derisa Virgjëra Mari nuk i thot atë që është zbërthimi i gjitha lutjeve të krishtera. Shpresoj mos ta teproje, mos ta tham ndonjë herezi kur them se ne mendojmë se kemi shumë lutje. Ne mendojmë se ka shumë mënyra të luturit. Në vërtetë kam një bindje se ekziston vetëm një lutje. Gjitha tjera të në komente. Vetëm një lutje ekziston. Amen. U baft vullneti yt, o Zot. Kjo është lutja e Virgjërës Mari. Virgjëra Mari e kupton se nuk ka asnjë gjë më të rëndësishme në jetë, as jeta e saj që rrezikonte duke mbetë shtatzan, pa qenë e martuar, rrezikonte me legj që të vritej, e do të vritej e sigurt, sipas çdo ligje dhe logjike. Virgjëra Mari i thot angjullit, unë edhe para planeve të jetës time dhe para jetës time, unë e vendosi vullnetin e Zotit. Prandaj u baft vullneti yt, o Zot. Këtë që ne shprehin me këto 4 shkronja. Amen. Që do thot, o Zot, unë e braktis vetën time në duar tua. Pse? Se ti e din më mirë se çfarë është e mira ime, dhe ti më do më shumë se une e dua vetën time. Prandaj u baft ashtu siç dua ti, thot Virgjëra Mari. Jo u baft ashtu siç kam planifikuar une, ose siç dua une. Vetëm këtë gjë, vëllezër, motra, ne po ta kuptonim. Një ditë të tillë si kjo do të ishte një fest
më madhe si çdo festë tjetër, duke përjashtuar këto festat e zotërisë, festat e Krishtit që i premtojmë. Porosia Marisë që ma jetë mua sot me çdo njeri prej nesh është mësohuni të luteni. E kur luteni, thuni Zotit si Maria. Thuni, amen, o Zot. U baft vullneti yt, o Zot. Nuk dua që të bëj as të jetoj në asnjë mënyrë tjetër, përveç se ashtu sikur se ti dëshiron, o Zot. Sepse ti, o Zot, je e mira ime. Kjo është porosia e Virgjës Mari, të cilën na jep çdo njeri prej nesh. Por ti thuar Zotit amen është vështirë, e më shumë se vështirë, është rrezikshme. Me lejoni të them, ta kisha ditë se sa rrezikshme është mi thonë Zotit amen, nuk dija do të kisha pas guximin t'ja them ndonjëherë. Sepse ti thuar Zotit amen, nuk do thot vetëm të pranosh vullnetin e tij se s'kam çka bëj, sigur kanë do besime tjera që ne i njohim, i kemi afër. Dorëzohem se s'kam çka bëj, s'kam mundësi të kundërshtoj. Kjo është dorëzim që vjen nga dëshpërimi. Kjo është dorëzim që vjen nga fakti se jam i bindur se unë s'kam pjesë, jam kot. Amen është një dorëzim besimi. Unë në lirinë që më ka dhuru Zoti si krijesë e Zotit, e marr veten time dhe vendosin duart e Krishtit dhe i tham Krishtit, ti më ke krijuar të lirë, e unë jam i lirë ta marr veten time dhe them ty, ban me mua çfarë duash. Por ti thuash Krishtit, ban me mua çfarë duash, duhet jemi në gjendje ta pranojmë vullnetin e Zotit dhe ta pranojmë atë me gëzim dhe pa ankesa. Ja, i thot Zotit amen, ai i cili e pranon vullnetin e Zotit me gëzim dhe pa ankesë, duke ditë se para se me ngrit zoja në qiell, duhet me kalu zoja në për kalvar, të kam të Krishtit të kryqit. Gjithë ne duhet me kalu andej. Kur Maria i thot angjëllit amen, Maria e ka bërë hapin e saj definitiv për të nshu vetën e saj në duar të Zotit. Prandaj është në preferesha e gjithë angjëllëve dhe shejtë. Dhe sa po i thot kështu, Zoti e vënë sprovë, sepse i tregon se kushërira e saj ishte shtatzan, dhe Maria me njëherë thot, Shën Luka e ndëgjuam, ato ditë me njëherë me nxitim u nis për shku te kushërira e saj. Pse shkon Maria te kushërira e saj Elizabeta? Me siguri shkon për ta pa një shenjë që ja kishte dhënë angjëlli. Se angjëlli jep si shenjë bindse për t'i tregu se fjalët e tij ishin të vërteta, thotë shko se kushërira jote që është plak në moshë mbi 80 vjeç është shtatzan, se për Zotin asnjë gjë s'është e pamundur. Për Maria nuk shkon vetëm për të pa një shenjë. Maria shkon edhe për dy arsye tjera. Maria shkon se e din se Elizabeta që ishte në 6 muaj ka nevojë për ndihmë. Prandaj Maria e harron veten. Dhe më njëherë niset me shku në qytetin e Judes, që kur e lexojmë duket sikur më thon ka shku nga zymi, ka shku në Prizren. 150 kilometra rrugë është dosh një bon Virgjëra Mari, e jo atëherë me makina, por kam e me ndonjë gomar, e me ndonjë kafsh, që mesatarisht 6 deri në 8 ditë, njerëzit normal i kanë bërë, kanë udhtu pa ndërprej, me shku te kushërira e saj. Me i shërby 3 muaj, se Virgjëra Mari ndeni aty 3 muaj, deri sa lindi, dhe pastaj u kthye në vendin e saj. Prandaj ti thuash Zotit amen, do thot të dhihesh në shërbim të atyre që ka nevojë. Ta harrosh veten. Ka mujt Virgjëra Mari me thonë, une do të kem birin e hyjin kraharorin tim, do të rri dhe të kujdesem për veten time, se do ta kem krijuesin në kraharorin tim. Prandaj në këtë moment 9 muaj do të jam qendra e botës. Por Maria nuk e man veten për qendrën e botës, edhe pse ishte e tillë. Tabernakulli i parë i gjallë. Por Maria e
mban vetën për shërbëtore që shërben e përvuajtur, që mban vetën për të fundit. Shkon ndi, shkon shërbim. Dhe kur rrin atje, zemra Maris takohet me zemrën e Elizabetës, zemra e Gjon Pagzuesit, e nin pranin e zemrës si Jezusit në krahërojën e Virgjërës Mari, dhe kërcen nga gëzimi. E ndëgjuam Elizabetën, ja, po sa zari për shëndetje sa të arritin veshtë mi, foshna për hereje kërceu në krahërojën tim. E lumja ti që besove se do të plotësohet, çka të qethan prej Zotit. E lumja ti që i the Zotit amen, u bath bi mua vullneti yt, o Zot. Vëllezër motra, nëse ne kemi Krishtin zemër, s'është e mundur që kur t'i takojmë njerëzit, mos t'i gëzojmë. Thot Shën Tereza e Avilës, nuk ka shenjt trishtum. Shenjtit e trishtum janë vërtet trishtum. Nuk ka të krishterë trishtum. Sepse në zemrën e të krishterit duhet të rrezatoj gëzimin gjalljes, që kalon përmes dhimbjes së kalvarit dhe të vdekjes, por triumfon gëzimin gjalljes, gëzimi i adheu qillor kur Virgjëra Mari bashkë me Jezusin në pret. Prandaj Maria çon gëzim në jetën e Elizabetës. Kur të kthehemi sot vëllezër motra, çojeni gëzimin që ja ka sill Krishti në shpirt njerëzve që do t'i takoni. E nëse s'do të arrini të shoni këtë gëzim, atëherë pyeteni veten, a i keni thënë vetit, a i keni thënë Krishtit vërtet amen? A keni shumë jetën tuaj e vërtet në duart e tij? E nëse jo, lutuni me fjalët e asaj këngë të bukur. Nana e gjithë njerëzimit, na mëso të themi me ty. Amen. Qoftë duar Jezu Krishti.